Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Alhamdulillah që Zoti na ka mundsuar të rrim disa momente dhe disa kohë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, pra me fjalët e tij, me veprat e tij, me antithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo është një mirësi e Zotit ndaj nesh. Pra Zoti na do fort që na mundson të ulemi herë mbas here, diel mbas diele, po edhe ditëve të tjera për të lexuar fjalën e Zotit ose për të lexuar nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo nga mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç është rasti jon në këtë cikël ligjëratash, mrekullitë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ngjarje të jashtëzakonshme dhe të mrekullueshme, të cilat tregojnë se ai nuk ishte arkitekti apo inxhinieri i kësaj pune, por ishte Zoti i Madh, ai i cili e dërgoi atë si profet, si dërguar, dhe e ndihmoi atë me mrekulli. Këto mrekulli ishin një argument plus, sepse mrekullia më e madhe që Zoti i bëri dhurat pejgamberit alayhis salam ishte mrekullia e Kur'anit famëlart. Dhe kjo mrekulli është mbi të gjitha mrekullitë, dhe ndryshe nga mrekullitë e tjera është një mrekulli e cila është sfidante dhe qëndron deri në ditën e Kiametit, dhe është një mrekulli që e ka çdo besimtar me vete, pra çdo musliman e ka Kur'anin, ndryshe nga mrekullitë e tjera pejgamberit alayhis salam, të cilat kanë funksionuar sa ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë, dhe me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë funksionuar më përveç sendet apo rrobat që ai mund të ketë lënë, të cilat normalisht edhe ato e kanë pas një afat kohor të caktuar. Po kështu dhe mrekullitë e pejgamberëve të tjerë kanë ekzistuar dhe kanë jetuar sa kanë jetuar profetët, dhe me vdekjen e tyre nuk kanë funksionuar më. Kemi dhënë si shembull edhe kemi thënë, për shembull, nëse se do të gjehej sot shkopi i Musait alayhis salam, nuk do të funksiononte si gjarpër vetë shëndorën e Musait alayhis salatu wassalam. Atëherë ne jemi me shpresën e Zotit tek disa nga mrekullitë e pejgamberit alayhis salam, duke i lexuar dhe duke i përmendur së bashku. Ndër këto mrekulli, sot jemi 171, mrekullia mbi Selman el-Farisiun radhiyallahu ta'ala anhu. Historia e Selmanit është një histori e kërkuesit për të vërtetën dhe për të drejtën, dhe Selmani radhiyallahu ta'ala anhu ishte më herët zjarrputist, ai dhe familja e tij, madje prindrit e tij ishin shërbëtorët e zjarrit. Pra prindrit e tij dhe familja e Selmanit nuk e linin zjarrin që adhurohej si Zot në Persi të fikej, pra ushqenin Zotin e njerëzve, që njerëzit adhuronin si Zot, dhe Selman el Farisiu has në një moment me disa të krishterë, cilët kishin vajtur për biznes në Persi, aty bindet me thirrjen e tyre dhe mendon që të ndjeki fenë dhe besimin e tyre, dhe filloi ta shfaqi këtë në shtëpinë e tij. Kur filloi ta shfaqi këtë në shtëpinë e tij, prindrit normalisht e ndaluan, ai nuk ndaloi, e izoluan, e lidhën. Ky arriti t'ju çojë fjalë të krishterëve të cilët kishin ardhur për biznes atje, që kur të iknim çoni haber. Edhe arriti ditën kur ata do të largoheshin nga Persia, të ngjitet karvanit të tyre dhe të ikin nga zinxhirët, si më thënë, që e kishte lidh i jati. Dhe kështu Selmani radhiyallahu ta'ala vendoset në Damask, dhe duke lëvizur nga murgu në murg, nga prifti në prift, derisa i thot njëri prej tyre, kështu siç flas unë nuk flet më njëri. Unë jam i fundit. Pra ishin ndër ata të cilët ftonin në besimin një Zotit vetëm, dhe se Isa alayhis salam ishte profet i dërguar i Zotit, njeri
i cili ka burgëzuar për një tjetër, pra nuk besonin se ishte, ose nuk predikonin besimin se Jezusi Isa a.s. ishte biri i Zotit apo Zot. Dhe ishin vetëm disa që kishin mbetur gjallë dhe Selman el Farisiu arriti t'i kalojë të gjithë, derisa i thotë i fundit, historia është e gjatë, po nuk po ndalemi. Thot, çfarë të bëj mas vdekjes tënde? I thot ai, shko, thot, nga ditëshu në arabik, se atje do të vi Ahmedi, profeti i fundit. Dhe ashtu bëri Selmani, pa një karvan arabësh që kishin ardhur për tregti në Sham, i ungjit karvanit, dhe mas i ungjit karvanit, ata e bën sklav dhe e shitën si rob, si sklav. Dhe përfundoi nga një dorë në një dorë, derisa përfundoi në Mekë. Pastaj nga Mekja u shit në Medinë dhe atje po priste profetin e fundit. Pastaj kur ka shku pejgamberi sa sem në Medinë, ka qenë duke vjel hurma Selmani radhiyallahu anhu, dhe gati sa nuk i ka ra të fikt mbi hurm kur ka marrë vesh, kur dëgjon të Zotët që po fliçin pra pronarët e tij për profetin që kishte ardhur në Medinë, pra për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Aq shumë u emocionu sa që zbriti, nuk boni punën, po zbriti dhe i pyeti si çfarë, edhe ato i gjujtën në shpull, shuplak, i thanë ktheu në punë, ç'duhet ty me muhabetet e të mëdhenjve, me muhabetet e zotnive. Mirë po, Selmani e mori mesazhin, e kuptoi që dikush pretendon se është profet dhe ka ardhur në Medinë, ashtu siç mendonte ai dhe siç besonte ai. Dhe kur shkon tek pejgamberi alayhis salam, i bën atë provën e njohur, pra nuk do të ndalem në detajet që janë përmend këtu, i bën provën e njohur, provën e sadakas. Profeti alayhis salam i thot shokëve të vet, hajeni ju. Kur i tha dhurat, tha mori vet pejgamberi selam dhe ju tha dhe shokëve të hajnë, dhe Selmani tani po shifte, po kërkonte edhe diçka tjetër, dhe pejgamberi sa e kupton që Selmani po kërkonte diçka tjetër dhe e uli rrobën e tij në këtë formë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe Selmani kaloi nga mrapa pa nishanin, i cili kishte formën e vulës, i cili ishte dhe vula e profecisë, pra që tregonte se është vula, pra nuk ka më profet dhe pejgamber mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Deri këtu është një histori e njohur. Tani vim tek mrekullia. Një ditë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Selmanit, katib ja Selman. O Selman, i thot, pse nuk bën kontratë për të dalë nga robëria? E mori si frymëzim Selmani dhe shkon tek pronarët e tij dhe i thot, dua që të bëjmë një kontratë lirimi. I thonë ato 300 palma dhe 1600 dirhem flori. 1600 dirhem flori. Dirhemi është për argjendi, nuk është për florini, po përdore si njësi matse. Pra që i thonë 1600 dirhem shumëzohe për 3, afërsisht me 2.9 gram, peshon një dirhem, 3 thuaj, 1600 dirhem shumëzim për 3, sa i bjerë? 4-8. E bën ai kalkulatori. Apo si të përdor kalkulatorin? 480. 4800. Afërsisht. Dhe pejgamberi sa i bën një thirrje sahabëve dhe ju thot, "A'inu akhakum." Nimojeni vllajën tuaj. Dhe fillojnë sahabët duke sjell dikush 30 fidane, dikush 20, dikush 10, derisa i plotësuan 300 fidane hurmash. Mirë po kushti ishte, ata i thanë, me kushtin që të zejnë, dhe nuk kuptohet se kanë zënë apo jo, vetëm se me të vërtet, vetëm se mas një viti. Dhe shkojnë gjithë,
do ja mjell Selmanit. Madje është një kopësht sot në Medinë, që quhet kopshti i hurmave, i palmave të Selman el Farisiut. Thuhet që është ai kopshti i vërtet, po jo të njëjtat hurma siç pretendojnë njerëzit. Dhe i modhen, pejgamberi sa tha mos ta mjelli njëri hurmën vetëm se unë me dorën time. I modhen përveç njënës që e kishte mjell Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Dhe zunë gjitha, çelën gjitha, prodhun të gjitha, kur themi prodhun, do të thonë ranë kokër, siç përdoret gjuhën popullore, përveç njënës. Tha pejgamberi sa po kjo, kush e molli këtë? Thonë këtë e ka mjell Omeri. Tha shkuleni, e shkulen dhe molli edhe një herë pejgamberi sa dhe i bite që kjo të vonohej edhe një vit. Ndërkohë duhej mbledhur Florini dhe ishte një shifër goxha e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot sahabeve radhiyallahu ta'ala anhum, mblidhni çfarë të mundni për vllajën tuaj. Edhe filluan sahabët duke i sjell, domethënë çfarë kishin mundësi. Thot e pyet pejgamberin sa Selmanin radhiyallahu ta'ala anhu. I thot çfarë bëre? Thot pejgamberi i Zotit kam bet për të plotësuar, si më thon shuma. Atëherë thot ndodh një ekspedit dhe i sjellin pejgamberin sa një kështu copës floriri, thot sa një vezë pule. Po në krahasim me atë që kërkohej, si ishte, domethënë krahasim, ishte pak. Pejgamberi sa pyeti shokët e tij, ma fa'ala al-farisiyu al-mukatabu? Ai persiani i kontratës çfarë bëri? Më thirrën dhe shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khudh hadhihi fa'addi biha ma alayka ya Selman. Merre këtë dhe shlyje detyrimin që ke o Selman. Thashë pejgamberi i Zotit, po kjo në krahasim me çfarë ka obligime shumë pak. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khudha fa inna Allaha sayu'addiha ank. Ti merre se Zoti do ta shlyj detyrimin tënd. Thot e mora ashtu siç më dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju adhash pronarve dhe peshoj aq sa ishte kërkuar prej meje. Peshoj aq sa ishte kërkuar prej meje. Mbas kësaj ngjarje thot, kam prezantuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam hendekun dhe nuk jam ndar më pejgamberin sallallahu alajhi wasallam derisa ka ndruar jetë. Radiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 172. Lutja e pranuar për Abdurrahman ibn Aufin radiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman ibn Auf, si tregon Enes ibn Malik radiyallahu anhu, erdhi një ditë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që Abdurrahman ibn Aufi ishte parfumos, ishte lynj, ishte zbukuru. I tha pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ma hadha? Tha, çka ka ndodh? Qala inni tazawwajtu mar'atan ala wazni nawatin min dhahab. Tha, o pejgamberi i Zotit, jam martuar me një gru, jam martuar pra, dhe ka qenë mehri sa një gur hurmi florini. Pra sa peshon bërthoma e hurmës. Bëhet fjalë për hurmën arabe, për palmën dhe jo për hurmën tonë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, barakallahu laka awlim walau bishatin lek.
eulim wala bisha. Pejgamberi sa u lut duke thënë: Allahu të dhënd bekime, qofsh i bekuar, po bëje një gosti, qoftë edhe me një dele, ja përsëriti 2 herë. Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu tregon tani mas lutjes që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka ndodhur thotë që edhe gur të ngrija nga toka vetëm se me të fitoja ose flori ose argjend. Abdurrahman ibn Aufi thotë edhe gur të mersha, thosha kush ble gur do të gjeti dikush ju dujtë guri. Thotë fara e hurmës peshon 3 dirhem ose 5 dirhem, pra nga 9 deri në 15 gram flori. 24 karat gjithmonë. Me kaq ishte martuar Abdurrahman ibn Aufi. Ju përgjigje Allahu xhalla xhelalu lutjes së Abdurrahman ibn Aufit dhe ka qenë Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu ta'ala anhu ndër sahabët më të pasur radhiyallahu ta'ala anhu. Madje tregohet se aq shumë ka pas pasuri Abdurrahman ibn Aufi saqë kishte lënë amanet për të gjithë ata që kanë prezantuar Bedrin dhe ishin gjallë, gjoje, secilit prej tyre 400 dinar. 400 dinar, 1 dinar peshon 2 gram me gjys. Pra gjithë secilit nga 1 kilogram flori 24 karatsh. Për gjërave interesante që tregon është se e ka marr hisen e tij të prezencës në Bedër dhe Uthman ibn Affani. Mirëpa Uthman ibn Affani ka qenë faktikisht miliarder me këto të sotmet. Po thot e mori Uthman ibn Affani atë që kishte lënë Abdurrahman ibn Aufi që ta zinte edhe të bekimi i lutjes që bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 173 lutja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Kur themi lutja, pra lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, që Zoti t'i japi pasuri, që Zoti t'i japi fëmijë e që Zoti t'i jashtoj ymrin. Faktikisht ka dhe gjë tjetër ta përmendim. Tregon Enesi radhiyallahu anhu, një ditë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u lut për mua: Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa atil hayatahu wa ghfir lahu. Transmetim tjetër: wa adkhilhu al-janna. Enes ibn Malik pra tregon se një ditë pejgamberi sa më shlutur për të, ka thënë: o Allah, Zoti im, shtoja pasurinë, shtoja fëmijët, edhe jipi bereqet, bekime pra në jetën e tij, shtoja jetën dhe falja gjunahet. Në transmetim bëhe banor të xhenetit. Enes ibn Malik tregon tani. Thot, aq shumë pasuni kam, tregon njëri për tabinëve që e ka marrë nga Enesi. Thot, mu ka shtu shumë pasunia. Kam dy kopshte me hurma, të cilat japin në vit 2 herë. Hurmat në vit japin 1 herë. Hurmat e Enes ibn Malikit radhiyallahu ta'ala anhu jepshin 2 herë në vit. Dhe në kopshtet e tij kishte rejhan. Rejhan i thon borzilokut, selfionit, këta që janë venali, kurse në gjuhën më letrare borzilok. Borziloku që rritej në kopshtet e Enes ibn Malik nuk gjendej në asnjë vend tjetër. Aroma e tij dhe ngjyra e tij, si më thon. Tregon Enes ibn Malik, thot, fëmijët e mi dhe fëmijët e fëmijëve të mi arrin, thot, 100 e sa. Ka ndru jetë radhiyallahu ta'ala anhu në kohën e Haxhaxhit. Kurse i transmetim tjetër thot 120, thot, i kam gjallë
e 100 sa i kam varros me dorën time. Sa i bjerë këtë pas? Do thonë nipërit e ti dhe mbesat e ti, që ai afërsisht 220. Siç e thot, më ka dhënë Zoti thot, aq shumë jetë, saqë po më vjen turp që jam akoma gjallë. Krahasim me njerëzit e tjerë, se ikin brezat zhduken, e Enesi radhiyallahu anhu akoma gjallë. Ka i transmetim tjetër thot, u plotësuan lutjet e pejgamberit alayhis salam. Tha Zoti më shtoi pasuninë. Zoti më dha fëmijë që nuk i di mo emrat e nipërve dhe mbesave. Tha Zoti më shtoi pasuninë, Zoti më shtoi ymrin dhe jetën, tani ta kam bet dhe shpresoj për Allahut që të më japi të katërtën, xhenetin, sepse pejgamberi sa më ishte lut për 4 gjëra për të. Radhiyallahu ta'ala anhu. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. 174 Lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Handalen, që Zoti më t'i japi bekim. I dërguari Allahut, siç tregon ai vet, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vënë dorën e tij mbi kokën e Handales dhe kishte thënë: Barakallahu fike, au burike fike. Kishte thënë: Allahu të bekoft, qofsh i bekuar je, transmetimi tjetër, buri ke fike, i bekuar je. Thot, kur vinin njerëzit tek Handaleja dhe ndonjëri për tyre kishte sëmundje ose kishte probleme, thot Handaleja, autori i ngjarjes, e vinte dorën e tij mbi dorën e personit që ishte smur, ndërsa dorën tjetër të tijën e vendoste në të njëjtin vend ku pejgamberi sa i kishte vënë atij dorën. Dhe e fërkonte të smurin dhe shërohej. E vinte dorën ku i kishte vënë atij dorën pejgamberi alayhis salatu sallam, dhe me dorën tjetër fërkonte të smurin dhe shërohej. Alhamdulillah. Lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Saib ibn Yazidin radhiyallahu ta'ala anhu. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është lutur për Saib ibn Yazidin dhe ka vënë dorën e tij mbi kokën e tij. Është lutur pra që Zoti t'i japi, si më thon, bekim, që Zoti ta bëj të mbari jetën e tij. Thot ai për veten e tij: U lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mua dhe ma vuri dorën e tij mbi kokën time. Zoti më ka shtuar jetën dhe ka ndruar jetë në moshën 94 vjeçare dhe ishte i drejt, pra nuk ishte i krusur, ishte i drejt. Koka e tij thot ishte komplet e bardhë, përveç venit ku kishte vu dorën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo i kishte mbetë e zezë. Subhanallah. Thot Xhad ibn Abi Abdurrahman, e kam parë, thot, Saib ibn Yazidin, ishte 94 vjeç, i fort, i mbajtur, me trupin drejt. Edhe më tha: a e di ti çfarë më ka bërë që të jetoj kështu? Pra i shnetshëm, i fort, me sy, me vesh dhe me gjithçka, vetëm se duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më mori tezja ime dhe më çoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: o i dërguar i Allahut, ky është nipi im, çuni i motrës, djali i motrës. Lut ju Allahut për të. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam e vuri dorën e tij mbi kokën time dhe u lut për bekime. Tregon Ataja, që ka qenë ndër shërbëtorët e Saib ibn Yazidit, thot veni ku thot ku pejgamberi sa ishte nga mesi i kokës deri përpara,
që kishte vu dorën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte e zezë. Përndryshe gjithë koka e tij dhe mjekra e tij ishte e bardhë. I thash një herë, o zotnia im, po si ka mundsi kjo koka jote kështu? Vetëm kjo pjesa këtu e zezë dhe i gjithë i bardhë, më the 4 vjeç. Ai tha, nuk e di o birë pse po më ndodh ose pse ka ndodhur kjo gjë. Vetëm se ndoshta është duaja dhe dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra mendoj se është ajo, pra vendosja e dorës nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëqind e 75. Lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Abdullah ibn Hishamin radhiyallahu ta'ala anhu. Thot Ebu Ukejl, dilnim thot me Abdullah ibn Hishamin pazar. Blejte diçka thot, edhe e shiste dhe fitojte shumë. Dilnin pazar dhe Zubair ibn Awami dhe Abdullah ibn Omeri. Dhe i thojshin Abdullah ibn Hishamit, hajde bohemi ortak sot, me që pejgamberi sasem ka bo dua për ty. E dishin këta. Thojtaj, hajde bohemi ortak. Ndoshta thotë blejte një deve me ushqime dhe e shiste pa rrit akoma në shtëpi. Dhe u thonë marrojte pa dalë për pazarit, se ka pas shtëpinë e tij në fund pazarit radhiyallahu ta'ala. 176 lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Urwa ibn Ja'd radhiyallahu ta'ala anhu. Urwa ibn Ja'd radhiyallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë atij 1 dinar për të blerë një dele. Ta në llogaritë pak 1 dinar sa i dele. Pra ta llogarisim me këto të sotmet. 1 dinar 2 gram e 25 i bjerë afërsisht ke 250.000 lekë. S'ka ndryshuar, ha? Thot ai thot Xhadi bleu 2. Jo 1 po 2. Njënën e shiti me 1 dinar. Dhe kur erdhi tek pejgamberi sallallahu ja dha edhe delen edhe 1 dinar. I tha pejgamberi sallallahu si ka ndodhur kjo? Tha pejgamberi i Zotit, ti më dhe 1 dinar për të ble 1 dele. Unë bleva 2 dele, njënën e shita me 1 dinar, ky është dinari dhe kjo është delja. Pejgamberi sallallahu u lut për të dhe tha, barakallahu leke fi safqati yeminik. Allahu e bof të bekuar çdo kontratë që ti bën, ose çdo marrëveshje tregtare që ti bën. Dhe kështu thot ka qenë Urwa ibn Ja'd al-Bariqi radhiyallahu anhu, ka thot ka qenë nga njerëzit më të pasur, e la Medinën dhe shkoi në Kufa, dhe ka qenë një ndër më të pasurit e Kufës, pra e banorëve të Kufës. Njëqind e 77 lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Amr ibn Hurayth radhiyallahu anhu, që Zoti t'i japi furnizim e që Zoti t'i japi, si me thënë, bekime. Tregon ai vet Amr ibn Hurayth radhiyallahu anhu, kur kam qenë fëmijë i vogël, thot, më çoi nëna ime tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sa se më afërkoi disa herë kokën
dhe u lut për mua që Zoti të m'japi furnizim edhe bekim. Tregon tani Imam Ibn Ethiri, jo Ibn Kathiri, Ibn Ethiri është tjetër. Thot Amr ibn Hurejthi, thot, ka jetuar në Kufe dhe atje ndërtoi, si më thënë, shtëpinë e tij, dhe është i pari që ka ndërtuar në Kufa shtëpi guri. Tregohet, thot, pra Ibn Ethiri, që kur ka ndruar jetë pejgamberi sa ka qenë 12 vjeç. Dhe nëna e tij, domethënë, ka mbartur atë në kohën e luftës Bedrit dhe e ka marrë, pra dhe e ka çuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë një nga më të pasurit e Kufës. Radiallahu ta'ala anhu. Lutja 177, lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shtatzanin e Ummu Selimit prej Ebu Talhas. Kjo është një histori që ne e kemi dëgjuar, po nuk dim ca detaje. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu tregon se apo këtë kemi marrë, më duket e kemi treguar. Po. Tregon, thot, pra ngjarja, lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për fëmijën që ka lindur Ummu Sulejmit nga Ebu Talha. Çfarë ka ndodhur? Thot, vjen një ditë ai në shtëpi dhe pyet për çunin. Thot, si është çuni im? Pra kishte një djalosh. Faktikisht djaloshi kishte ndruar jetë. Dhe Ummu Sulejmi apo Selimi për mos e vënë siklet burrin e vet që kishte ardhur nga larg nga udhtimi, i thot, është i qetë. Prandaj hajm ushqim. Hangën ushqim dhe i kërkon ai prap fëmin. Edhe nuk i tregon ajo prap që fëmia ka vdekur. Dhe bëjnë atë që bëjnë njerëzit kur janë të qetë dhe nuk kanë zhurmë rreth e përqark. Kur u gdhin mjest, i thot Ummu Sulejmi Ebu Talhas, nëse i japim një dhuratë komshijes për ta përdor dhe ja kërkojmë mrapsh, a duhet i ngeli asaj hatri pse kërkojmë hakun ton? I thot ai, jo. Apo mirë, i thot, Allahu na pati dhënë një dhuratë, ai ishte fëmia jon, Allahu e ka marrë. Fëmia na ka vdekur. Ai vjen me vrap tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tregon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se çfarë kishte ndodhur mes tij dhe bashkëshortes tij mbrëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, la'alla Allah an yubarika lakuma fi lejlatikuma. Allahu do ta bëjë të bekuar atë natë mes jush. Tani ideja është fëmia, a është i bekuar apo jo? Gjoja. Tregon, thot, njëri prej tabinëve. Thot, kemi takuar njërin prej ansarëve që quhej Abdullah. Ka qenë, thot, ndër më të mirët e kohës së tij, kishte 9 fëmijë të gjithë hafiza Kur'an. Alhamdulillah. Dhe s'ka mirësi më të madhe për një prind se sa të jetë fëmia i tij në rrugë të Zotit apo të jetë fëmia i tij hafiz i Kur'anit. Vazhdojmë. 178. Lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Ebu Umamen. Çfarë ka ndodhur? Ebu Umame tregon, herë mas herë më dërgonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
në ekspedita luftarake. Dhe unë vazhdimisht i thojsha atij, kujt pejgamberit alayhis salam, udu Allah li be shahada. O pejgamberi i Zotit, lutju Allahut të vdes si dëshmor. Dhe pejgamberi sa se mi lutej Allahut dhe thoshte, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. O Zot, kthej shnosh e mirë dhe të fituar. Dhe kështu thot në ndodhte gjithmonë. Shkojshim, mbarojshim punë, fitojshim, shpëtojshim dhe fitojshim. Pastaj ndodhi një herë tjetër dhe shkova thot tek pejgamberi alayhis salam dhe i thash, o pejgamberi i Zotit, lutju Allahut të vdes shahid. Pejgamberi thoshte, u kthefshi shnosh e mirë të fituar. Dhe kështu ndodhte, ktheheshim shnosh e mirë dhe fitojshim. Pastaj ndodhi një herë tjetër thot, prap i shkoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thash herën e tretë, o pejgamberi i Zotit, të kam marrë 2-3 herë dhe ti po më thua po të njëjtën gjë. A ka mundësi që këtë herë ti lutesh Allahut për mua që të vdes si dëshmor? Prap pejgamberi alayhis salam i lut Allahut që Zoti t'i kthej shnosh e mirë dhe të fituar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimhum wa ghannihim. Erdha herën e katërt tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra e pash që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk po e bën atë duan për mua. Thash o pejgamberi i Zotit, murni bi amelin. Më urdhëro që të bëj diçka ose një punë që mos t'i ndahem. Faqal alejke bisawmi fa innahu la mithla la. Agjëro se s'ka si agjërimi. Subhanallah. Pra ky hadithi një dhe hadithi i dy shokëve janë dy hadithe të çuditshme faktikisht që tregojnë vlerën e Ramazanit dhe të agjërimit. Vlerën e jetës në adhurim. Pra janë dy hadithe. Ky dhe hadithi i dy shokëve që ndruan jetë, njëri vdiq në luftë dhe tjetri vdiq një vit më mrapa, që e kishin pak të dytin në ëndër më lart se sa shoku i tij. Dhe u çuditën se të vdesësh në luftë. S'krahasohet me asgjë tjetër. Tha pejgamberi sa pse çuditeni? A nuk është fal një vit më shumë dhe ka agjëruar një Ramazan plus? Edhe këtu nuk u lut pejgamberi sa që të vdesi dëshmor, po i tha alejke bisawmi fa innahu la mithla. Tregon ky thot dhe thot Ebu Umama radhiyallahu anhu. Thot dhe e fillum thot si familje, unë thot gruaja gjithë, thot si unë dam agjërimit. Dhe gjoj tani, dhe fillum të ja pa hajrin dhe bereqetin, bekimin agjërimit. Pra filloi të lëshon të Zoti i Madh bekime në familjen tonë, nga që të gjithë ishin me agjërim. Tregon ai vetë thot, nuk mund shije thot zjarr në shtëpinë time ditën vetëm nëse kishte miq. Se gjithmonë nga tu e ndargët, o për shkak të iftarit o për shkak të syfyrit. Ditën asnjëherë thot nuk u shifte ty në shtëpinë time. Tregon ai për veten e tij. Një ditë thot shkova tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thash, o i dërguar i Allahut, më ke urdhëruar për diçka dhe unë po i përmbahem dhe Zoti më ka dhënë të bekime shumë. Ja Rasul Allah, famurni bi amelin akhar. O i dërguar i Allahut, më urdhëro se më porosit për diçka tjetër, se me agjërimin e kishte marrë, u fut në rrugë agjërimin. Tha i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i'lam annaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'a Allahu laka biha daraja wa hatta anka biha khati'a. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha, dije se sa herë që ti bën sejdë Zotit, të ngren një shkallë e të fshin një gjuna. Pra e urdhëroi ose porositi që të shtoj namazin e natës apo namazet nafile. 178 lutja apo jo? Lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për
Ebu Jezid Amr ibn Akhtab radiallahu ta'ala anhu. Ç'është historia e Amr e Ebu Zeid Amr ibn Akhtab? Thot, shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe më tha: "Udnu minni", u afrova. Më fërkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dorën e tij në kokën time, në fytyrën time dhe në mjekrën time dhe tha: "Allahumma jammilhu wa adim jamalahu". O Allah, zbukuroje këtë njeri dhe bukurinë e tij bëje të përhershme. Ka jetuar Amr ibn al-Akhtab më shumë se 100 vjet. Asnjë fije floku e thinjur përveç disa qimeve dhe ka pas fytyrën e rrumbullakët dhe të shtrirë pa asnjë rrudh derisa ka ndruar jetë. Radiallahu ta'ala anhu. Ka jetuar 120 vjet. 179 lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Utbe radiallahu ta'ala anhu. Ç'është historia e Utbe ibn Farqad as-Sulami? Kjo ka një histori interesante. Thot Utbe ibn Farqad as-Sulami thot, isha i martuar dhe kisha 4 gra, radiallahu anhu. Kja pas ka ditë lezetin jetës. Thot, dhe se cila për grave të mia, thot, parfumosej, paraqitej mirë, dhe dëshiron të ishte më e mira tek unë dhe më, si më thënë, ndjellësja dhe tërheqësja për të. Pra gruaja e mirë kështu i menon gjonat. Tjetë tërheqëse dhe ndjellëse për burrin e saj, jo për shefin apo për pronarin. Mirë po thot, unë isha gjithmonë një hap përpara. Pra gratë, edhe pse munoheshin me pas parfum të mirë para meje kështu, thot, unë isha gjithmonë një hap përpara. Thot, kam pas aromë më të mirë gjithmonë. Sa që një ditë e pyetën, orë ç'është kjo puna e aromës tënde? Pse ti ke gjithmonë aromë të mirë? E kanë pyetur. Ka thënë, kam pas një sëmundje lëkure në kohën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum. Shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'ju ankuar për sëmundjen e lëkurës që unë kisha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hiqe rrobën që kisha në supë. Thot, e hoqa dhe ula para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sa ma mori rrobën, ma vuni para meje dhe filloi thot të më përpara meje. Pra kjo pjesa përpara dhe mas shpine dhe në gjithë trupin tim. Nga jo ditë thot deri më sot, nga trupi im ka pas aromë shumë të mirë. Dhe asnjëherë gratë e mia nuk kanë arritur të më konkurojnë me parfume që ato blejshin. Radiallahu anhu. Pra i ka mbet ajo e pejgamberit alayhis salam në trup edhe ja ka kthy Zoti në bekim. Kjo mund të futej edhe tek shërimet, tek mrekullitë e shërimit. Apo e kemi përmend? S'ka gjë. Përsëritja bën mirë. 179 lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Ebu Mahdhura.
180, okay, hajde. Pa ndryshojmë për atërt në Kijut. Abdullah ibn Muhajriz ka qenë jetim që e ka rrit Ebu Mahdhura. Ebu Mahdhura është ky që i ka ndodhur mrekullia. Mrekullia e lutjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I them një herë thot, ndërkohë që ishim në udhtim, o xhaxha, si më thon, si është historia e këtij ezanit tënd që ti e thret gjithmonë dhe e thret kaq mirë. Dhe e thret ndryshe nga të tjerët. Gjithmonë e thret mirë dhe pak ndryshe nga të tjerët. E i thot, kemi qenë thot në një rrugtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ndodhin e Hunenit. U çua thot muezini i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të thirrur ezanin. Ne ishim i grup dhe fillum duke qesh dhe duke u tall. Ai shumë thot kemi qesh sa që fillum të rrëzoheshim mbi njëri tjetrin. E ke parasysh kur të kap ka herë? Kot, të kap ka herë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me niu zonin ton edhe na çoi haber. Është kum gjithë grup para pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ngriti zonën kështu duke qesh me të madh? Gjithë shokët e mi thanë për mua. Ky. Subhanallah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha të gjithë thot e bonin me shenjë nga unë dhe më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çohu dhe thirrë ti ezanën. Me që po qeshi, thirrë ti ezanën. Tha me thonë drejtën, tha urreja veten për këtë që më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ky tani ishte total, tani do ta thriste ky. Fillova thot ta urrej dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që më trajtoi në këtë formë, më syt njerëzve, po fillova thot të urrej dhe ezanin. Do të thonë se desh veten më me fjalë. I kanë dalë, ju kanë shu shijet. Më tha se ky mund thosh se ti me thirrë ezanin për shembull. Më tha, thuj Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thashta Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Thashta ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thashta ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pastaj më tha mua, ktheu dhe një herë dhe përsëriti këto të dyja. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pastaj më tha, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Pra edhe ky e ka përsërit mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga dy herë. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Ky quhet ezani me terxhi'. Ky quhet ezani me përsëritje. Si thirret ky? Kështu. Dy herë Allahu Akbar. Pastaj thot ashhadu an la ilaha illallah me Zot ulët. Ashhadu an la ilaha illallah me Zot ulët. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah me Zot ulët. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pastaj ngre zonën. Ashhadu an la, si normalisht. La ilaha. Pra ky ezani ka sa herë Allahu Akbar? Sa herë ka Allahu Akbar? Vetëm 4, ndërsa ezanet e zakonshme sa kanë 6. Ky ka 4, ndërsa ezanet e zakonshme kanë 6. Pastaj më mrapa më thiri, thot më thiri pastaj dhe tha eja, dhe më dha thot një kulet ose nga këto që varen me rryp. Si thonë asaj? Prap. Jo, kjo që lidhen bokshja vogël, që lidhen, që e manë qaf plakat. Si quhet? Nis, e gjeni më mrapa. Thot më dha kështu një kështu pra cop që lidhet edhe të rigjen fijet. Si thonë asaj?
Se keni arrit këtë kohë ju. Jeni brezi zë. Ma dha thot aty kishte thot dirhem. Ishte thot e mbushur me dirhem. E kaloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dorë mas dore derisa erdhi tek dora ime dhe tha barakallahu fike. Qofsh i bekuar. I thash o pejgamberi i Zotit, ata thrasun ezanin në Mekë, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kad emertu ke bihi, po, ta thrasësh ti. Thot, u largua çdo gjë që kisha ndjesi negative ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndaj ezanit dhe u bë ezani, gjëja më e dashur për mua dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjëja më e dashur për mua. Ku ishte mrekullia këtu? Qofsh i bekuar. Ai që është i bekuar nuk ka më urrëti ndaj simboleve të Islamit. (181) Lutja e pranuar, pra mrekullia 181, lutja e pranuar e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam për Damra ibn Tha'laba radhiyallahu anhu, që mos i vi vdekja nga jo besimtarët. Damr ibn Tha'laba radhiyallahu anhu vjen te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: Ud'u Allah li bi shahada, o i dërguari i Allahut, lutju Allahut që të më mori shpirtin si dëshmor. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Allahumma harrim dam Abi Tha'labata ala al-mushrikin wal kufar. Pejgamberi sa u lut dhe tha: O Allah, o Zoti im, bëje haram të ndaluar gjakun e Ibn Tha'labes, pra Damrës, bëje haram gjakun e Ibn Tha'labes për idhujtarët dhe mohuesit. Për këtë arsye tregon ky vet, gjithë thot kur futeshin në luftë, futeshin me frikë dhe duke u rujt, përveç meje thot që futesha ball për ball. Sa që një herë thot nga luftat thot njëri prej sahabëve, friksoju Allahut dhe mos rreziko për jetën tënde në këtë formë. Dhe unë thot që i thojsha, rriqet po më qifu mas meje. Rriqet po fshihu mbas meje. Radiallahu ta'ala. Pra me kuptimin ka ndodhur pra e mrekullia që është pranuar lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutja e pranuar e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam për djaloshin i cili donte të bënte immoralitet dhe që i kërkoi leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra historinë besoj e keni ndërmend gjithë. Pra është një djalosh i cili vjen një ditë, pra hadithin e transmeton Abu Umama thot një djalosh i ri erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Ja Rasulullah, i'dhan li bizina. Fa aqbala alayhi alqawm fazajaruhu wa qalu ma fa qala ibnu. Erdhi një djalosh thot mësyt grupit, mësyt tjerëve, dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Allahut, sikur të më lejoje mua imoralitetin, pra me shku me femnat. Fillon njerëzit thot duke bërtit, duke i thon, hey, me turp të kesh, si thu pejgamberit kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Eja, afro, avitu. Pastaj më tha, ose i tham pra, i tha pejgamberi, se Abu Umama tregon ngjarjen që ka pa, i tha: Atuhibbuhu li ummik? Po mirë, a do doje ti që njerëzit të bëjnë këtë gjë me nënën tënde? Ai tha, me njëherë, tha: La wallahi, jo pasha Zotin zdu,
ja'alani Allahu fidake. Qofsha kurban për ty o pejgamberi i Zotit. Ama vetëm këtë mos e thuj, si më thon. Ama të bofsha kurban vetëm këtë mos e thuj. I dërguar Allah sa buzëqeshë dhe tha: "Walan nasu yuhibbunahu li ummahati." Po dhe njerëzit nuk duan që dikush të shkojë me nonat e tyre. Pastaj tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam: "Afa tuhibbuhu li ibnatik?" A do doje që dikush shkonte me gocën tënde? Ai tha: "Jo, pasha Zotin e dërguar Allahut, qofsha kurban për ty." Aman, pra me kuptim mos e thuj këtë gjë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wala an-nasu yuhibbunahu li banati." Po dhe njerëzit nuk duan që të shkojë dikush me gocat e tyre. Pastaj vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Afa tuhibbuhu li ukhtik?" A do të dëshirojë që dikush shkonte me motrën tënde? I thash jo, ai tha: "Jo, pasha Zotin, qofsha kurban për ty." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Pas njerëzit nuk e duan këtë për motrat e tyre." Pastaj tha: "A e doje ti këtë për hallën tënde?" Tha: "Jo, pasha Zotin, qofsha kurban për ty." Tha: "Po edhe njerëzit nuk e duan për hallat e tyre." Pastaj tha: "Do e doje ti për tezën tënde?" Tha: "Jo, pasha Zotin, qofsha kurban për ty." Tha: "Edhe njerëzit nuk e duan atë për tezet e tyre." Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi dorën e tij mbi gjoksin e djaloshit dhe tha: "Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu." O Allah, Zot, falja gjunahet, pastroja zemrën dhe ruaje nga imoraliteti. Thot Umame se ka tregu ky, i ka thënë mas i ka marru takimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Falam yakun ba'da dhalika abghadu shay'in ilayya min dhalik." S'kam pas mas kësaj gjë më të urryer se sa adulterin, imoralitetin. Madje thot Ebu Umame, tani tregon ai opinionin e tij. Djaloshi thot mas kësaj ngjarje shifte vetëm punën e vet. Pra u plotsu lutja ose u ndodhi mrekullia e lutjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutja e pranuar 182 ose 3. Lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Xherir ibn Abdullahin radhiyallahu ta'ala anhu, që mos të bjerë nga kali ose që të rinte. Kemi përmendur duket këtë. Po. Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. O Allah, bëje të qëndrueshëm në kal dhe bëje udhëzues për të tjerët. Okej? 184. Lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për Nabighan që mos t'i bin dhëmbët. Hajde ta shohim historinë, ngjarjen. Nabigha ibn Ja'd radhiyallahu anhu tregon: thash një poezi ose thash disa vargje para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i pëlqyen. Cilat ishin vargjet? Balagna as-samaa majduna wa thara'una wa inna lanarju fawqa dhalika madhhara. Kemi arrit kulmin dhe majat me krenarin dhe mirësit tona, po ne sërish shpresojmë që të arrim më shumë se sa kaq. Më tha pejgamberi sa, e çfarë ka më shumë se sa kaq? Kujtoi pejgamberi sa se po thot për këtu. I thash o pejgamberi i Zotit, xheneti pra. Pra ky ka thonë, këtu i arritëm gjitha, po shpresojmë të arrijmë edhe më shumë. Ka thonë më çfarë më shumë? Ka thonë xhenetin. Tha pejgamberi sa sem, kedhalike inshallah. Po inshallah. Kështu do të jetë. Pastaj thot vazhdovon, i erdhi frymëzimi. Fala khayra fi hilmin idha lam takun lahu bawadirun tahmi safwahu an yaktara. S'ka vlerë butësia në qoftë se nuk prishet më vonë,
wala khayra fi jahlin idha lam yakun lahu halimun idha ma awrada al-amra asdara. Dhe ignoranca është e dëmshme dhe s'kan të asnjë hajër derisa dituria të marrë vendin e parë. Pra, nuk ka hajër në atë dije që nuk e mbron atë nga prishja, nuk ka hajër ta përshtas, nuk ka hajër në atë dije që prishet e s'ka diçka që e mbron, dhe nuk ka hajër në atë ignorancë derisa t'i jepet dijes vendi që meriton. Përshtati kështu, momentale. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "E jadda la yafdadtu fuk." Sa bukur i pëlqeu shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha: "La yafdad fuka", mos trafshin dhëmbët. Tregon tani transmetuesi nga Nabiga, thot, pasha Zotin, thot, e kam parë që ishte më shumë si 100 e sa vjeç, nuk i kishte rënë asnjë dhëm. Pra shkoi duaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e pranuar. Njëqind 86 përshqyqy që thash një më shumë pak, se ngella të ngell mrapa. Lutja e pranuar e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për një vajzë që kishte pseudonimin Khalid. Sepse siç kanë burrat emër dhe pseudonim, kanë edhe gratë. Ose kanë, siç kishin meshkuj, kishin edhe gratë. Tregon ajo vetë, për veten e vet, thot më mori babi, thot, Khalid ibn Said. Khalid ishte baba, gocës e kishte dhënë emrin Khalid, nona Khalidit. Pra që kur të bëhet më shumë, t'ja vë emrin Khalid. Më mori baba, i thot, dhe më çoi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Isha e vogël për dore dhe kisha vesh thot një fustan të verdh. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha Sena është fjalë e Etiopis, nuk është fjalë arabe, që nënkupton e bukur, sepse këta flisin me këtë gjuhë në shtëpinë e tyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u lut duke thënë: Eili wa khluqi thumma eili wa khluqi. Po ta përshtasim shqip, madje përdoret në shqip kur vesh dikush i rroba të re, si thon këne. Jo. Ç'a duaje bëhet? Kur shifshin dikë me rroba të re. Jo. Them si përdoret këne emër bu. Dogana. Ma e sinin rregull të tha, për Zot. Kush e tha? Si tha? Ja, gjys shpejt ja tha. Po si është lutja? Ashtu është. Është e njëjta gjë, domethënë që ka edhe në gjuhën arabe, thot rrofsh e grissh. Ja. Kur diku nuk po vetëm për gocat, por edhe për çunat. Gris sa më shumë, diçka e tillë. Do thon Zoti të thon ymër, aq të gjatë sa që të grisës sa më shumë rroba. Thot 3 herë u lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të. Dhe kjo goca
Ka thënë Imam Ibn Hajeri, nuk ka jetuar grua nga sahabijatët sa ka jetuar kjo goca. Madje thot Musa ibn Uqba, një që ka shkruar për herë të parë, thot nuk kam takuar nga sahabijatët njëri përveç asaj. Pra i ka thonë Zoti një emër jashtëzakonisht të gjatë, radiallahu anha. A thuhet për këtë fëmin radiallahu anha? Apo s'thuhet? Thuhet, përderisa e ka parë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thuhet, quhet sahabie dhe ajo, edhe pse ka qenë fëmijë i vogël. Në 186 lutja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për një gocë që e kishte emrin Qabila bintu Makhrama. Ajo tregon për veten e vet, thotë, kam qenë frikacake. Po të shifsha i rob të huj, tremesha. Dhe shkon, thot, babai, thot, na merr neve, thot, dhe shkojmë gjithë për tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur e pash, thot, u trema, siç tremesha gjithmonë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Ja miskine, alejke sekine." Si më thon, oj vogëlushe, u qetësofsh. Thot, s'ka ndo, thot, nga ajo ditë derisa sot që jam gjallë, që ka treguar ngjarjen, që të kem pas ndonjëherë frikë në zemrën time. Për shkak të lutjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gruan e Xhulejbibit, 187 në ki. E din historinë e Xhulejbibit? E dim. Historia e Xhulejbibit, Ebu Berza al-Aslami tregon se Xhulejbibi dojtë më u martu, po nuk i jepte njëri gru. Se Xhulejbibi nuk ishte fort i pashëm, ishte afrikan. Dhe ishte shumë i zi e kështu, në fjalë. Atë njerëz normalisht që nuk i jepshin gru. Dhe shkon një ditë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Çfarë halli ke?" Thot o pejgamberi Zot, du më u martu, me rujt veten time, po s'mjep kush grua. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shko tek filan shtëpi, nga shtëpitë e ansarve, dhe thuaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka një punë me ty. Edhe vjen ai ansariu tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ansariut, "Zawwijni ibnatik." Më jep për nuse ose më marto gocën tënde. I tha i po, me njëherë. Është bekim për familjen tonë që të mori gocën tonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe të jemi më të lumturit në botë. Tha pejgamberi alayhis salam, nuk e du për veten time, inni lestu uridu hali nefsi. Tha, marto me gocën tate, me kuptim më jep lejen ta martoj me këtë dua unë. Tha, nuk e dua për veten time. Tha ensariu, "Felimen ja Rasulullah." Po për këtë do gocën ton me e martu? Qala li Xhulejbib. Tha, du me e dhon për nuse Xhulejbibit. Tha sa ensariu, o pejgamberi i Zotit, të flas me nënën e saj. Ordna. Para 15 shekush. Marr mend në grus. Se ti ishte në i gjonë kështu, e kështë thonë vetë kë, po për dal nga situata, tha pejgamberi i Zotit, ti marr mend të gru, ta konsultoj dhe me gruan. Shkoj ke gruaja vet. Tha, oj filane, tha, i tha, i dërguar Allahu thot po na kërkon gocën. O, tha ajo, sa mirë, elhamdulillah, mirësi e madhe, lumturi për familjen tonë. Po jo më jo, i tha, se nuk po e kërkon thot për veten e tij. Po e kërkon thot për Xhulejbibin. Ajo tha, për atë Xhulejbibin, si për atë 3 herë. Si për atë Xhulejbibin. Pastaj ajo tha, la
la amrullahi la nuzawwijanna, pasha Allahun, pasha jetën e Zotit, tha, nuk ja japim atij gocën tonë për nuse. Kur deshi të çohej ai, babai, dhe të njoftonte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se nona nuk është në dakord, goca pyeti dhe tha, kush u bë shkesi dhe ndërmjetësi për këtë gjë? Than i dërguar e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po mirë, tha ajo, i dërguar e Allahut ndërhyn dhe ju doni ta refuzoni? Po mirë, tha, ato si duash ti. Tha, unë pranoj. Çohet babai dhe njofton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën dua për gocën. Martohet Xhulejbibi derisa në një nga luftrat, thuhet që ka qenë lufta e Uhudit, njerëzit kërkonin njerëzit e tyre dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte, ai gjetet, ju ka humbur kush? Thoshte ato, kemi gjet, po mungon filane. Kurse unë thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më ka humb Xhulejbibi, s'po gjej dot Xhulejbibin. Kur e pan ato se po e kërkon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkun dhe e gjetën diku larg, kishte vrarë 7 dhe kishin vrarë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadha minni wa ana minhu, hadha minni wa ana minhu, hadha minni wa ana minhu. Ky është prej meje, unë jam prej këtij, ky është prej meje dhe unë jam prej këtij, ky është prej meje dhe unë jam prej këtij. Pastaj e vuni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mbi kofshat e tij, pra trupin e tij e vuni mbi kofsha dhe priti derisa t'i hapej atij varri. Pastaj ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai që e vendosi në varr. Thon sahabët, gjithsecili prej nesh dëshironte të ishte personin në fjalë. Pastaj vazhdon transmetimi dhe thot, nuk ka pas vejush në Medinë më të pasur dhe më shpenzuese se sa gruaja e Xhulejbibit radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur prej saj. 188. Ta majmë këtu, ke 188. Kjo faktikisht është e shkurtër. Tufail ibn Amri radiallahu anhu vjen tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, ja Rasulullah, inna dawsan qad asat wa abat fad'u Allah alaihim, fadhanna an-nas annahu yad'u alaihim, faqal Allahumma hdi dawsan wa'ti bihim. Tufail ibn Amri e pranon islamin herët dhe tenton me fisin e tij, po s'nuk. Ai një ditë vjen tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, o i dërguar i Allahut, fisi Daus ka kundërshtuar dhe refuzuar, prandaj lutju Allahut t'i shkatërroj. Njerëzit menduan se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të lutej kundër tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lut dhe tha, Allahumma hdi Dausan, o Zot, udhëzoj, wa'ti bihim, dhe mi sill këtu si musliman. Dhe kështu ndodhi. Kur shkon për herë të dytë Tufaili në fisin e tij, ishin bërë musliman 80 vin për të takuar dhe për t'i dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. M'fal, 70, se tha 80, 70 burra, 75 burra vinë me të për t'i dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, inshallah me ftohemi me kaq. Jemi ke 186 inshallah. Ha? Allahu akbar, Allahu akbar.